Ndodh gjithmonë që sa herë vjen një person i rëndësishëm, çfarë do lloj kauze qoftë, këtu të bllokohen gjithë rrugët. Po, kjo ndodh kudo. Jo, s'ndodh kudo. Ndodh kudo, tani duhet ta pranojmë. Po edhe në Amerikë të Shkosh, nëse është një person i rëndësishëm, bllokohen disa rrugë. Si bllokohen? Ku do kaloj ai tani? Do kaloj si Spider-Man për pallate? Jo, nuk është pjesa, blloko taksi që do kaloj ai. Po pra. Po momentin që ai është te pallati i brigadave, pse do të bllokohen rrugët e tjera, nuk e kuptoj unë. Pra sigurisht për masa sigurie. Pse ai ke 21 mund të jetë rrezikshëm për pallat brigadave, edhe në çond kështu, Normalisht rruga duhet të jetë e hapur e kjo është një procedurë që ndodh kudo, por po themi pjesë e çuditshme është që ti mos ta dish këtë procedurë. Po, dhe të kesh lënë makinën atje ku nuk duhet, ndërkohë atje ku e parkon gjithmonë, ta themi. Po pra, po që nuk duhet gjithmonë. Po, dhe që shteti të ketë marrë disa masa dhe karotreci i bukur të ketë marrë urdhro. Ka dhënë edhe televizori lajmërim një javë përpara që do bllokohet, po tani kaq parkime janë këtu edhe shqiptarët e shkret e kanë parkuar atje ku e parkojnë gjithmonë. E vërtetë shmat, nga një anë nuk kanë ku t'i lënë qytetarët, nga ana tjetër duhet marrin masa, ta lënë parkim privat, ta parkojnë pak më tutje, sepse nuk janë pak, por janë 7.000 lekë të reja të cilat duhet shkosh që t'i paguash normalisht për një nënvlerësim apo përtes që t'i ke patur. Aq më tepër që, ku jetoni, hapni televizionin, shkoni që I përshëndesim gjithë atyre që I kanë marrë makinën, ne startuam sigurisht rejat dhe më vonë, pak më vonë do kemi një super të ftuar që keni parë dhe në rrjetet tona sociale. Okej, po, do jemi në Robenën pas pak. E si do të vazhdojmë me talentuarin David Guetta. Ku I thua talentuar është e pak, në fakt. Me David Guetta, se talentuar duhet jetë 18 vjeç. Tash duket si Gianni Cico, I talentuari David Guetta. Ikim me të talentuarin David Guetta. Me të riun. Po. Unë me ato dhe Vodafone të gjithë po themi këtu në Trejat Med, ju shoqërojmë, na shoqërojmë dhe do t'ju shoqërojmë, është e sigurt, për t'u informuar mi tepër për Vodafone.al. Atje do të gjeni super ofertat, sigurisht që duhet hapni syt majtas zjatas për të parë dhe për eventet ndryshme që organizon Vodafone, ndërkohë që jemi gjithmonë në rrjetet tona sociale. Absolutisht, ndërkohë që ti po flisë për Vodafone, I pan të gjithë teksa kalonin atje dhe nëse ishit vëmendshëm, me Albania gjithandej dhe ne dalim në çdo rrjet social. Për më tepër në Facebook, nëse kontrolloni dhe shikoni të gjithë linkjet që ne kemi nxjerrë, është edhe një funny topic ku ne ju pyesim ju çdo ditë, sot pyetja është me cilin personazh të famshëm do doni të shoqëroheshit dhe pse? Ti Rudhizmo me kë personazh të famshëm të doje të shoqërohesh edhe pse? Tani, do një përgjigje të sinqertë apo do një përgjigje trendi? Gënje herë këtu ti, pastaj ma thuaj mua, sinqert. Nuk mund, unë jam vetvetja. Sa bukur ti ke akoma për të dhënë për këtë emision. Kështu që do qëndrosh nëse vët menën. Si gjithë tjerë. Si gjithë tjerë. Me këtë. Po janë një sër personazhe. Vjen tani baba, dhe pse? Nga bota e sportit do të shoqërohesh ose me Franz Beckenbauer ose me Johan Cruyff. Nuk ka problem. Nuk ka problem. Është gjuhë e trupit. Flet futbolli për ne. Në botën e artit dhe muzikës do doja të shoqërohesha me Michael Jackson. Ose kisha mundësi një herë në tim. Po ti isha I rritur në moshë. Po ti isha poshtë 18. Kurse nga bota e aktrimit... Po artit, është edhe ajo po nga aktrimi? Po pra, thash arti, muzika, aktrimi... Po, Luis do të ishte një nga ata, por me Luisi nuk mund të rish më shumë se një japë se fillon... Se fillon dhe... Të zënë qa... Kurse nga bota e komediz, e showt në përgjithësi, do t'i lia të gjithë ta për të shoqëruar vetëm një herë me George Carlin, jashtëzakonisht. Unë do kisha fiksim të isha një herë në kafe me Marion Cotillardin. Ajo nuk është shoqërim. Vetëm ta shikoja. Më thënë, pastaj nga aktorët e preferuar të mit, nëse kisha mundësi... Por një sekundë, se Marion Cotillard është fiksim im. Kur ke filluar ti me Marion? Si, më falj. Po pra, e kam shprehur që jam më I fiksuar. Po mirë, s'ka problem, është fiksim. Edhe për ty, po. Okej, nuk është vetëm një. Al Pacino, Robert De Niro, këto dy. A ke ndonjë regjisor për shembull, nëse të pëlqen aktri? Jo. Nuk ke një regjisor? Me Coppola. Kam përshtypjen që një regjisor ka shumë më tepër për të dhënë se një aktor për sa të ketë kinematografik. Thjesht si vërtet bravo thotë Ardiani regjizori. Po është vërtet që regjisorët janë. Ja, për Ardianin për shembull, këto do të shoqërohesh do të lije gjithçka për ty. Me Hitchcockun, ja ka thënë. Me Hitchcockun, ka tatuazh. Kurse nga bota e sportit do kisha shumë qejf që të pinim një tek e bar me Maradona. Po nuk I bën efekt bari aty.
Ati si për serumi efekt. Të trija me Maradonën. Ati japin 20 suposa për dirën temperatura. Në shkruani, bëj shaka. Është shumë interesante, më kujtohet një deklaratë që ka dhënë Steve Jobs, i cili ka thënë që do të shkëmbeja të gjithë pasurinë dhe çdo arritje që kam në të gjithë jetën time për një bisedë në shoqërinë e verës dhe po themi në epokën e lashtë e Athinës për të konsumuar 2 pare muhabeta me Sokratin. Dhe kam përshtypjen që përsa ku e thotë Steve Jobs si diçka ka kuptuar nga thënë jetë. Edhe Aristoteli nuk ishte keq domethënë. Aristoteli ishte nxënës si ti. Po, me Platon. Okej, Era i Strefi vjen me një super kong, Njo si ti, ne eri kthehemi pas. Njo si ti. Si që thamë, dhe që në fillim folën pak për ato viktimat që i kanë marrë makinën, po disa tjereve i kanë mbyllur biznesin, që është i çik më e dhimbshme faktikisht, sepse janë humbje. Gjitha i fitim që do kishin marrë për 2 ditë, nuk e kam sigur a do mbyllen 2 ditë, po vizita 1 ditë minimalisht po. Po, vizita është 2 ditore e Vučić që do rri këtu. Janë mbyllur bizneset në anë të autostradës, pronarët e bizneseve kanë dalë, kanë thënë që nuk është e drejtë, nuk na janë lajmëruar, kush do na kompensoj humbjet, etj, po unë këtë nuk e kam qartë, qofse ti e di mund na thosh në gjë. Do japi shteti lekë. Jo, nuk ka asnjë lloj kompensimi realisht. Kjo tregon një pafësi deri diku të shtetit që po themi mbyll bizneset për një kohë pa përcaktuar eksaktësisht. Po tash të lutem shumë sepse janë të rrezikshme. Po pra, furr buke. U doj një fabrik tapetash, tash nuk mund të furr buke tash, ku diti që nuk sulmohet me baketa buke. Po. Ku diti që ajo buka nuk është dron. Eksakt fare. Për te i kësaj është siç po thoja një pafësi deri diku e shtetit se normalisht dihet itinerari që do të ndjek Vučić. Dihet se kur do të kalojnë autostradë dhe dihet për sa kohë do të jetë udhëtimi i tij pikërisht në autostradë, kështu që nuk është e nevojshme ka përshtypjen që të mbyllet. 1500 forca rrugë hizmë. 1310 thanë disa, 1500 thanë disa tjerë. 300.000 vende pune, 1500 lutem shumë. 1500 forca. 300.000 vende pune janë hapur. Janë hap. Po si janë hap? Janë hapur vëlla. Janë të hapura. Janë hapur. Janë hapur, mirë. Çfarë nuk kuptohet me hapur, është e vështirë, se hapur është fjalë relative. Nëse flasim për këto 1500 që do jemi të shoqëruar gjatë gjithë kohës me policë, me shërbime inteligjente, me helikopter. A janë policët e Shqipërisë, po si policët serb, të cilët nëse ndodh një trazir bëhen më agresivë vetë ata që bëjnë trazire? Jo, s'bët fjalë, janë stërvitur mirë edhe nga ana fizike, absolutisht dhe nga ana psikologjike. Janë ai të stërvitur sa që as antiplum nuk mbajnë. Absolutisht. Jo, tash kam dalin marrën antiplum. Nuk kam ato. Ato me bark. U përfol shumë, po lexoja media gjithë ditën, jo do të pi Vučić nga ajo gota me shqiponjën 2 krerëshe. Po të pimo, qatë keqe ka? Po pra, qatë keqe ka fundja. Jo do të, se kështë edhe në deklarat pastaj që jo nuk bet fjalë për Kosova është Serbi, jo kështu e... A i se ka thënë, te po tha që nuk bijem dakord në disa vende. Po pra, po një vend na intereson, se tani vend... Se s'bije dakord ti Allah që të bëjmë në ty që s'bije dakord ti. Se ne nuk është se kemi probleme Blackjack, 21, ku e di unë probleme të ndryshme. Atë kemi ke informacion, luajnë, marrë? Jo. Absolutisht jo. Është shprehur për Kumanovën, ka thënë, po them një deklarat deri diku diplomatike, kësaj here qeveria, ose kreu i qeverisë, serbe që deri diku me sa kemi kuptuar janë paksa konservator, dhe paksa të prapambetur me ato politikat e tyre, megjithatë, sidoj që të vi muhabeti, kur flitet për Serbi, gjithmonë ka një efekt negativ në realitetin shqiptar. Në këtë rast ishte mbyllja e bizneseve dhe marrja me karotrecë e makinave. Po, kjo është reale dhe e prekshme për popullsinë, domethënë. Pastaj biseda që bën nëpër kafe, ka thënë zëvendës kryeministri. Do luajnë basket mas? Serbe, nuk e di. Nuk e di, a do luajnë, inshallah luajnë, po shiko, sa do të luajmë ne, kush fiton? Ne kemi, po s'bët fjalë, është Edi Rama ish basketbollist, Ilir Beqe ish basketbollist. Ne kemi një Erion Velia e luan qendër. Erion Braçe është cheerleader. Cheerleader, po është... Si mund të ishte cheerleader Erion Braçe? Është në i shkronjë, po është në i shkronjë kështu e vogël, jo në i shkronjë e madhe. Si mund të ishte cheerleader? Jo, është pik, presje. Është ajo pika is. Si mund ta bënte cheerleading Erion Braçe? Nuk si mund ta bëj. Më jepni një! Thap, duart lartë. Më jepni një! Kosh për kryetarin! Jo, më jepni një P! Më jepni një R! Më jepni një O! Një S! Një S! Një T! Një T! Post! Duam post!
Kështu që nuk besoj sepse ato kanë këngëtar, për shembull ne s'kemi këngëtar. Nuk ka problem, tani nuk ka nevojë të bëjmë krahasime. Ato E kanë di çfarë darë është që pisnikëria e një shteti? Së di. Që krahasimin mos ta bëjmë me të tjerët. Po ta bëjmë me veten. Jesh më i mirë se çfarë. Vjen keq rutizëm, por ne krahasimet i bëjmë me Gjermaninë, s'merrem me Në çfarë konteksti? Aty Gjermania lokomotiv, ne jemi vagon. Okej, vazhdojmë me muzikë, rikthehemi pas pak. Është shkatru përfundimisht, ai nuk ka faj, se ai domethënë do të vazhdoj shinat, do të vazhdoj rrugën. Po ti se kupton ku e ka pas ai më madh. Po nuk mund të bësh Londër ti tash, më vjen keq. Më vjen keq, ti nuk e kuptuar ku e ka pas. Ai ka ofruar vetes si një supermarketing. Po ç'marketing? Po supermarketing mos e ka arrit bëhet i njohur deri te 13 metë deri në Shqipëri. Po. Është si ai rasti që i tha njëri gocës ti do të bëj, tha drejtoreshën e bankës botërore. Si do ta bësh diçka të tillë thotë? Ja, i thotë, jo vetëm do të bëj drejtoresh ta, por do të martoj edhe me çunin e Bill Gates. Shkon te Bill Gates i thotë do të martohesh me gocën ti me çunin jot. Po. Nuk është e pamundur i thotë, shiko, është drejtoresha e bankës botërore i thotë. Ç'a thua? Po i thotë. Shkon tek drejtori i bankës botërore dhe i thotë do të punësosh gocën time, i thotë. Nuk mund ta bëj diçka të tillë. Po është nusja thotë Bill Gates, që normalisht do të bëhet. Po. Ja pra ky quhet biznes, edhe në rastin konkret. Edhe në rastin konkret. Ta themi pak rastin për gjithë ato që nuk e din, një avokat tashmë 30 vjeçar nga Kenia, nuk jam mbaj mend emrin. Nuk ka problem. Kenia është origjina e Barack Obamas, për gjithë ato që nuk e din. I ka ofruar Barack Obamas 50 lop, 70 dele dhe 30 dhi në këmbim. Se nuk i ofroi atë tipin që kishim që pa. Po pra, do ishte më në rregull. Po ai jeton në Amerikë, ai e ka filluar veten, mos u merr me atë, i ka filluar punë në Amerikë ai. I ofroi të gjithë këto kafsh, të gjitha në këmbim të dorës së vajzës së Barack Obamas, në këmbim të Malias, e cila është 16 vjeçe tani. Me aq sa ofroi ai maksimumi t'i jap thojnë. Të dorën jo. Jo thojnë, po domethënë ky me kaq sa ofroi nuk shkon në Amerikë, domethënë. Jo. Historia ka nisur. Ja, disa bën një lop. Sa bëj lop? 1 milion lekë. 1 milion lekë. Po, 50 lop, 50 milion lekë. 50.000 dollar. Po, jo 50.000 dollar, sa dollari është 1 Po, 45.000 dollar. 70 dele, sa bën një dele? 70 dele, 100.000 lekë delja. 100.000 lekë, 7 milion lekë. Edhe 5.000 dollar, 50.000 dollar. Po 30 di? 30 di, po varet çfarë dhije. Nga ato të bardhat apo të zezat? Nga ato të zezat. Nga ato të zezat. Atje, nëse është qumështore, se ka edhe 10 race. Ka 10 race, që bëjnë 10 kilo qumësh në... 10 kilo? 10 kilo qumësh dit, mund të shkoj të 200.000 lekë. Sa bukur. Po pra, 200.000 lekë, ha? 30, 6 milion, edhe vajti 55.000 dollar, 55.000 dollar, qa do ti? Pa ato do lindin, do pjellin, do bëjnë tjera, do rritet pasuria. Me ato mund të hapësh një stand, do shesësh qumshtin, ja ku pasurosh. Po bëular të pamë. Po se smartot me mbretëreshën anglisë, ky për shembull. Mbretëreshë anglisë i ofruan kuaj. Ka qef. Kuajt ajo. Kalat. Një kal shumë kalat. Historia ka nisur kur Malia ishte 10 vjeçë. Po. Kur ishte 10 vjeçë, ky e kishte parë Malia, e kishte pëlqyer. 10 tha po duket si 8. Po, edhe kishte 6 vjetë që kur kishte parë Maljen, që ky shifte femër me sy. Që shtonte kopen. Po, shtonte kopen, se si dihet, do shkoj në Amerikë, edhe nuk ishte parë femër me sy, tha, jam dashuar me atë femër, tha, unë do ta marr, si? E pa në televizor. Nuk e di, kishin, jo, në një mbledhje, nuk e di se si kishe rastis. Po, që ka i goxha jaftë. Por, kishi qenë kamarier, ke mbledhje. Okej. Ata një avokat apo kamarier? Po tash i avokat është në Kenja ai, se në Amerikë lavash do punon. Tani që ta kuptosh se sa njerëzor, human është si person. Njerëzit mendojnë se unë jam interesuar për parat e familjes Obama. Asnjëherë në botë, ju por ky nuk është rasti. Çelësirat. Dashuria ime është e sinqertë. Ai shton se do të bëj një jetë të thjeshtë nëse martohet me Maljen. Tregoj çik çfarë do i mësonte Maljas. Unë do t'i mësoj asaj si të njeli lopën, si të gatuaj ugali, që është qullë misin. Po. Edhe si të përgatis mursis kjo, lloj pite. Sa bukur. Po nuk është pak, po ta mendosh. Ajo kam dëgjuar që po bën kurse qendisi tani në shtëpinë e bardhë, që kur shkoj ke burri, më thon ti më rregull, po çe pajën. Avokati në fakt sapo i ka dhënë një publicitet jashtëzakonshëm vetes, që
Shiko, me qenë të dashuria, se dashuria e parë është ajo politike, pastaj është dashuria ekonomike, pastaj është dashuria shpirtërore. Këto të Amerikës mund ta marrin edhe për ofendim dhe ky avokati rraf me të pas më vonë pastaj. Do t'i duhet të përfaqësoj veten, po ja ku i hapi vetes në vend pune. Orinda huta te amo me që se jemi te dashuria. Përshëndesim edhe një herë miq tanë të Vodafone, të cilët na shoqërojnë gjithmonë. Vodafone i ka lënë për super ofertat dhe eventet normalisht që organizon Vodafone. Kalojmë tek tema jonë që për sot është shumë interesante. Ne e shprehëm mendimin tonë për sa i përket personazheve të cilët do donim një herë moment jetës sonë të shoqëroheshin personalitetet VIP, por ju pyesim juve në këto momente dhe do të lexojmë se çfarë keni thënë. Absolutisht, Granta Buçka thot do doja të shoqërohesha me Paul Walker, thot po të ishte gjallë, thot po them edhe me Kivan Shtatlitug. Alban Delishi thot Megan Fox sepse është thjesht super. Jona Kondi thot me Calvin Harris. Ka bot Megani. Me Calvin Harris thot Jona Kondi sepse është shumë nice. Clinton Cane thot me Kim Kardashian sepse e dini ju. Jo. Do bëni belfi bashkë? Mund bëjmë belfi. Okej. Klodi Diana thot me Bjordi Mezinin thot sepse është Bjordi. Ester Erla Minja thot Jessie J dhe Neymar sepse ndoshta do mësoja pak nga profesionet e tyre që deri diku janë shumë të afërt. Po do doje të bësh një këngëtare që luan mirë futboll apo një futbollist që këndon mirë? Këndon Nusja Pikes. Merret në përdasme, e marrin këto të Barcelonës ku martohen. Joy Giorgio thot me Rudin thot se është njësh. Ka dhënë lek, s'ka problem. Nëse nuk pranon thot me aktorin Matt Lanter, është thjesht i papar thot. Shumë diferencë po themi kualiteti. Direkt pas me ke shumë vende bosh. Flamur Ademi thot me Ariana Grande sepse më pëlqen shumë. Me Gjola Marcelo thot Rudi Mateo ju përshëndes. Për mua vlen të shoqërohesha me aktor turk si Kivan Shtatlitug dhe jo vetëm kaq me një futbollist si Cristiano Ronaldo, gjithçka perfekt thot. Pra e ketë bisedat gjithë. Po. Një bisedë. Ne fjalë kryq bashkë. Elona Elizi thot Vin Diesel thot adhuroj. Aurelia thot me Enrique Iglesias është shumë të reqës dhe Angela. Ka dal zoni. Po? Që Enrique Iglesias nuk është aq makull. Që? Ka filluar të shoqërohet me thumë methkuj kote. Thumë gafi. Angela. Do me thëmë, gjithin fjallë kryqja, gjithë kohë thot. Ku të kërten aplonin, dhondri me gjithë dhondri. Situate dëndikuar, thumë. It's complicated. Angela, është një emër që nuk e lexoj. Do të mëngjesi thot në fakt unë nuk kam shumë pretendime sepse dua Made in Albania dhe këngëtar Noizi thot arsyeja sepse dashuroj. Selami Kastrati thot Angelina Jolie sepse është shumë saktore thot, më shumë klas thot dhe bën shumë bamirësi. Tash ti do që të birsoj kjo ty se s'po kuptoj. Është gjatë lista e vllajt. Laurela Del. Kam që në 2006. Çiko, të gjithë hidhin për pasaportë amerikane, unë hidhja për birsim. Po, domethënë, ti në moshje. Do kishe qejf të birsonte Angelina Jolie? Po pra, po mendoj se nuk do shkoja mirë me Brad Pittin. Nuk ashtu. Edhe unë do kisha qejf të birsonte. Nuk kisha shumë qejf të birsonte, po që do ka ai gjirin, nuk jep gjit, do të ushej me ushqime të tjera. S'ka problem. Rregullohemi. Princesa Ada thot me Butrintin thot o zot sa i mirë që është. Ketia Manxhellari thot me Enrique Iglesias. A mendosh që kohët e fundit po e ruan UNESCO? Po. Është po mos disinformomo qelpsi. Është Butrinti. Kimë lë. Është më i miri, peshka më cilësore. Ketia Manxhellari thot specialisti, a thuat jetë Butrinti specialisti i midjes dhe i peshkut? S'bët fjalë. Ketia Manxhellari lexova 36 herë thot me Enrique Iglesias ose Bruno Mars sepse ja adhuroj. Elona thot Ryan Gosling sepse s'besoj se ka nevojë për një sepse. Ore tani, a mund të më shpjegosh ti mua ku është bukuria e jashtëzakonshme e Ryan Gosling? Se ditë, no, shije. A ka mundësi te filmi që ka luajtur po më thonë në regji? Te cili film? Kastravec. Te The Notebook. Po çfarë veçantë kishte atje? Ishte mashkull, po themi, shumë i mirë, shumë i dashur si karakter apo ishte aq i bukur se mua nuk më duket aq simpatik me atë nofullën 2 metra. Shiko, Elona ka emrin, mund po Elona, nëse na ndjek mund të na japësh një arsye shumë të fortë, po nuk është vetëm Elona. Po shoh që është fenomen shumë i përhapur Ryan Gosling, ndërkohë që sa më duket ndonjë. Ku i diet? Fabiona Putro thot me Visar Kalludra, thot ajo është yll. Kush Visar? Visar Kalludra.
Enida Tiron me James Blunt sepse vdes për disa nga këngët e tij dhe dua të dëgjoj live. Po real njës, pëlqen. Me James Blunt. Emiliana Gjoliga i thot me Brad Pitt thot Esli Sony Kese Taylor Swift që herën e parë që e pash më pëlqeu, e kam për zemër, pëlqej dhe atë që luan me Robert Pattinson thot tek Eclipse, atë vajzën nuk ja shkruaj dot mirë emrin. Çilieta. Po, Çilieta. Ariona Asmeta thot nuk e kisha menduar në fakt, por do më pëlqen të shoqërohesha prapë me Taylor Swift për shkak se mendoj se është e rejse dhe interesante, përderisa është një artiste për masave të tilla. Ka pa fund, janë sa që... Cool, ju falenderojmë të gjithë që keni komentuar, ndërkohë që qëndroni, shihoni këngën dhe rikthehemi pas pak me super të ftuarin. Ftuarën. Rovena Stefa! Gatrove, ma, gatrove. Shtrofena Dilo, Rovena Dilo! Jo, Rovena Ibrahimi, pra. Rovena Ibrahimi! O, mos në jep një informacione ka film. Bëjmë shaka. Aslajdo! Të gjitha Rovenat. Kam Rovena në Shqipëri. Rovena, Këngëtare. nuk e nevoj për prezantim ti, se nuk ngele që të Ngele të prezentojmë një ne. është emisioni jonë. Mos të ndirë në një. Edhe herë se është këj. Ati hajtë pu dhe mua, s'ka gjitha. E bërit si plakat, fix 4 herë. Si është Nga qove edhe nga shtëpia mi? Ik, like. Mirë se në ardhë. Mirë se ju gjeta. Si e? Jam shumë mirë, pak me temperaturë. Ja, pra, kjo është e vërteta. Po, e dinit ju përpara, për ne Pak me thiri të temperaturë vërtetën. 20 lek. Që lutëm? Për 37 e gjysë. Për zotin. s'ka nevojë njerëzit e tu për termometër, ë? Jo, direkt. Ne kemi spital këtu për shembull. Biles edhe bebet i madh kështu ky. Oh. Nuk është bebet ku vjetër. Si të duket studio, pyetje që Më pëlqeu shumë, më pëlqeu Dërrasa, e pash përballë ju të dy, sigurisht. Madh këtu, e madhe, mirë. Ato rrotat, E mirë. kjo jo të atje mbrapa shko. Nuk pash aty. Janë Doli koha. Është këngëtare që e ka lënë. janë kanatere. Janë dhurata për ju, apo? Po, Bravo, dhe bravo. më thënë është këndi legjendave atje dhe kush do ofron diçka dhe bëhet pjesë e E legjendave. mira është të lësh diçka edhe E mira s'ka është Diçka rëndësi. që ato do ngelen publikut. Nuk Sigurisht. jarron. Juve apo publik? Edhe neve dhe publikut. Rovena nisim pak intervistën se duhet jemi serios. Normalisht Atë shif ti vjen pikërisht lë. goxha njerëz serios. Këngëtare nuk e nevojë për shumë prezantime, të njohin të gjithë. Do doja të insistoja pak tek pjesa Sa e bukur kolegë ditëlindjes. insistoja. 1979 ke lindur ti, Rovena. Yes. Pse ke treguar të vërtetën? Sepse të gjithë nuk e bëjnë këtë. E O di, Rovena, po pusho. Më fal. unë jam demi në horoskop dhe më pëlqen shumë t'i bie gjërave drejt. Për shumë arsye jam ashtu e drejt për drejt, kam edhe studiuar për drejtësi. Ke studiuar për drejtësi? Po, për shkak se më pëlqente shumë e drejta. Por në vendin ton, të dashur, sigurisht, por pas një periudhe shumë të vështirë, post-komuniste, shumë gjëra nuk ishin as pak të drejta. Dhe unë kam insistuar gjithnjë të jem e vërtet, jem e drejt, jem reale dhe të them mendimin tim. Të paktën të mundohem ta them. Tani kuptohem ose jo, ajo varet nga shumë këndvështrime të ndryshme, varet nga mentaliteti apo kultura e secilit prej nesh. Shumica kolegëve tua nuk e bëjnë këtë muhabet. Se ndoshta Shiko, mosha është mosha, po këtu duhet kuptuar diçka. Çfarë është mosha? Edhe çfarë është në realitet, çfarë janë vitet? Secili nga ne po jeton, ka një kurb, do jetoj, ka një kulm edhe në fund do të vdesi. Të paktën larg qoftë, sigurisht për secilin nga ne, po kjo është e vërteta, kjo është një e vërtet, e pa mohueshme, deri tani s'ka dalë ndonjë njerëz që ta thyej këtë ligj të natyrës. Dhe Sali Berisha është Sali Berisha inshallah. Si diet? Po gjina. Shiko, me të veprimin që bëre trego. Po nuk tregoj asnjë gjë, unë jam shumë humaniste, nuk jam as e djathtë, unë jam e drejtë. Mos. E kuptuam. Domethënë mundohem edhe djathtë dhe majtë tjetër. E kuptuam. Vetëm fillon me L dhe mbaron me S. Se ata janë ashtu në drejtësi? Të drejt. Okej, bravo. E kjo ishte, domethënë po kishim te mosha. Atëherë mosha është një gjë shumë relative. Edhe
Unë nisem pak më në përgjithësi, shikojmë universi shumë i madh dhe koha ati është shumë relative. Domethënë, për ne këtu është në janë sekonda ose milisekonda në hapësirë, vitet që ne jetojmë këtu, edhe secili nga ne i ka jetuar, ka qenë i ri, i ka kaluar vitet. E mira është që ne njerëzit jemi të vërtet, të dimë çfarë kërkojmë, të mundohemi të jemi të shëndetshëm, si mendërisht ashtu dhe fizikisht. Dhe unë u tregoj të gjithëve që mosha nuk është asnjë gjë. Nëse ti do, edhe kemi të vërtetuar nga shumë njerëz edhe jashtë që janë shumë në moshë dhe janë njerëz që ala janë shumë. Kemi shembullin Clint Eastwood që është për shembull 90, afër 90-ave dhe është akoma aktiv, bën filma, është nga regjizorët. Rovena, tani me American Sniper mori çmim, në Oscar edhe është nga Rovena, në gjithë të relativitetin e kohës dhe hapësirës, shkojmë pak tek, po themi, disa vite para, se nuk ka rëndësi të themi sa vite para. Shkojmë në fëmijërinë tënde dhe do donim dinim si lindi dëshira që ti të këndosh, ti të merresh me këngën. Se kam përshtypjen ka nisë atëherë apo jo? Po, faktikisht muzika ka qenë brenda nesh, jo vetëm brenda meje, po edhe në familjen tonë, te motrat e mia, te nëna jonë, te babi ynë, edhe pse ata nuk kanë kënduar në mënyrë profesioniste ose në një aktivitet më të madh, po gjithnjë kanë kënduar edhe ne kemi pas muzikën apo recitimin, aktrimin si pasion dhe gjithnjë kur vinin njerëzit e fisit ne bënim koncert, jepnim show, të gjithë, në 3 motrat. Apo dhe kemi kërcuar në Fier. Unë jam nga Fieri, po me origjinë pak më të hershme, babin e kemi, do thënë, njerëzit e babit nga Voskopoja e Korçës, edhe Jugor, edhe mamin pak më herët nga Gjirokastra, po kalin në Vlorë. Nga Kosova, për shembull. Ka njerëz që ngatrojnë them thonë që është nga Kosova, se ndodh me këngëtarë që i bën gjithë nga Kosova. Po, por nuk jam nga Kosova, po unë jetoj prej 4 viteve në Kosovë më shumë, jo se nuk jetoj edhe këtu, po dikush e ngatron, ndoshta brezi më i ri që nuk e ka ditë dhe fillimet e mia këtu, apo festivalet që kanë qenë që në vitet 90 që unë kanë marrë pjesë, 97, 98, për herë të parë, 2002, nxor albumin, më thënë janë vite pak më herë. Ti e ke nisur për festivale siç e the, fillove pak me pop, pastaj kalove tani kohët e fundit ke kaluar pak dhe nga folku. Pse kjo zgjedhje? Muzikë popullore moderne, ndoshta kur fillon, ne u rritëm me muzikë, unë jam rritur me Michael Jackson, jam rritur me Whitney Houston, Mariah Carey dhe sigurisht kur fillova të këndoja, ata ishin modeli im në muzikë, po dhe këngëtar tanët sigurisht, po ato ishin vitet post, ne donim shumë gjithçka që na vinte nga jashtë, ishim jo që mund të themi inferior, po ishim të etur për të parë, për të dëgjuar gjëra të huaja, dhe ishin shumë të bukura, sigurisht për vendin ton të vogël edhe me pak mundësi. Dëgjoni Michael Jackson që ishte jo vetëm te ne, po botror, me thënë një figurë shumë, edhe më ka inspiruar tepër. Dhe ndoshta është një nga figurat më të mëdha që edhe jam bërë artiste prej tij, edhe frymën kur fillova të këndoj, mundohesha të këndoja me shpirt, edhe kur këndoja nxirja pas thirrma, kështu shumë siç ka qenë, dhe mund të thoshin po ti prije ato se s'është mirë ajo, gjë. Për ke marrë që ka kësem kosovar, gjo, sa po të gjo? Po mire, është e vërtet, shiko, kur jeton në një vend ajo... Jo, ka shumë, jo. Që është kërën e ke parku jashtë, që është nëzire dogën shëtitja. Shumë pak, po, sigurisht, kur jeton në një vend, ti do të shkrijesh me atë, do të bëjsh pjesë të kulturës, pjesë e ditë për ditë shmërisë. A je bërë? Pa tjetër. A i pushime do i bësh në Durrës? Në Shëngjin. Mos harrot marrë shalqin, që të i ke pare thëhet. Ke 2 motra, njëra është menaxher që kemi dhe këtu, nuk tregohet. Nuk tregohet, jo sa për të. Si është marrëdhënia me motrën që ke menaxher? Marrim dhe japim, normal. Është shumë e mirë. Ne me Elisën tashmë bëm një dekadë vitesh në këtë punë. Përveç si jetojmë bashkë, në shumicën e kohës, ne krijojmë bashkë, ne rrahim të gjitha mendimet, të gjitha idetë, të gjitha projektet e... Është racionale me ty? Me të gjithë. Me thënë... Na falë. Po flasim në mungesën tënde dhe ne e bëjmë gjithnjë këtë. Në Shqipëri e bëjmë të gjithë. Jo vetëm. Ajo është racionale, është po shumë kreative, edhe është... Ndonjëherë është dhe konservatore të ruaj disa gjëra që unë jam dhe pak më liberale në përgjithësi, pa ajo është shumë mirë që është ashtu, se bëjmë një njëra tjetrën.
është shumë kreative, është shumë e mirë, edhe ajo kompozon muzikë, për shumë këngën Burë të martuar dhe Shurova, ka bërë në bashkëpunim me Shpatin, melodikisht flas, edhe këngë të tjera që kemi në repertorin tonë. E çuditshme pak, Roven, që ti jesh edhe racional, por ti jesh edhe kreativ në një kohë. Kjo është një fat i madh, faktikisht që e kemi në genet tona, si unë, si Elisa, kemi për momentet saktura dim të jemi llogaritës, po kam dëgjuar ditëve të fundit edhe kam lexuar metafizika i përmbledh edhe matematikën edhe muzikën. Domethënë njerëz që zakonisht merren dhe krijojnë janë llogaritës shumë të saktë, sepse muzika në fund të fundit është matematik, por me emocion. Domethënë edhe ka ato kurbet, domethënë edhe soundi përkthehet, melodia përkthehet në vija lineare, shtrihet, çdo gjë shtrihet, ashtu si në hapësirë. Varet nga mundësi domethënë. Edhe nga orari. Momentalisht jo. Okej. Po çdo gjë shtrihet, është në horizont. Urojmë të na dalin gjëra të tilla në jetë. Ne vazhdojmë me pak muzikë, se kështu është formati i emisionit tonë, ndërkohë që do ta ndiqni këngën, ne do të rikthehemi me të tjera pyetje me Roven. Koncert trop gjithbashkë. Jo, ajo është në momentin e kur të gjithë këndojmë së bashku dhe bën ata MC. Të qenë në këto live-et, koncertet të tjera, ti ke qejf. Çfarë pëlqen më shumë, të bësh një videoklip apo të bësh një live? Komplet është diçka tjetër. Videoklipi është një përgatitje komplet e ndryshme, por live-i është e lodhshme. Live-i është e lodhshme, po është një emocion tjetër, i ke njerëzit përballë. Do psikologjisë është të gjithë, a ndihen mirë, a janë humor të mirë. Se muzika këtë qëllim ka. Edhe një person që është ndoshta një mërzitur me hallet e përditshme që i ka secili prej nesh, të relaksohet apo të emocionohet. Po ti vetë ndodh që ti je e mërzitur e Po, sigurisht. Po menjëherë marr energji nga energjia e të gjithëve. Ndjen sikur në atë moment mbufshemi. Artisti e ka këtë detyrë. Menjëherë ngrihet nga realiteti, ushet nga realiteti, por pastaj edhe më bën mirë dhe mua. E harroj gjë që Flasim pak për këngën tënde, vetëm se të dua? Po. Ta që pyetja ime është po apo jo? Po? Vetëm se të dua apo jo? Ai. I tha asaj, i tha ti. Shiko, është një këngë e vjetër, popullore, e trevave tetovës Shkupit. Është kënduar nga vjen si balad, domethënë nuk është ritmike, po ne komplet kemi përpunuar një version modern. Dance, trance edhe hip-hop. Domethënë ka aty notat hip-hopit, të trance-it, të dance-it. Po ta dëgjosh këngën origjinale, teksti im që këndohet është vetëm pjesa kur të lind një vajzë venja me Rovene është e ndryshuar. Kurse ai djali që ka kënduar Meritoni është një reper shumë i mirë nga Prishtina, i ri, po shumë i talentuar. Dhe ka kënduar edhe këngë të tjera tani është si në modë, domethënë është in në Prishtinë. Dhe ka krijuar vetë pjesën për të qenë në kohë, domethënë me ato fjalë dashëm napo dashtikoa. Shikojmë pjesën nga klipi. Goxha në formë fizike, Rovena. Unë merrem me palestër prej 2 vite e gjysmë tashmë. Dhe shumë e mirë jo vetëm për trupin, merr kreatin, protein, kështu gjërash. Ka marrë proteina disa kohë, por nuk gjeta proteina që gjeta me çokoladë, me prova, po kisha një lloj të pastra, as vanilja. Do kështu whey. Vetëm whey, po nuk marr shumë, nuk kam marrë shumë proteina, mundohem të jem me ushqimin shumë e rregullt, domethënë mish, peshk, fruta, perime, më shumë se sa gjëra me brum apo kalorike apo Jo, nuk e ha shumë bukën. Na përmende pak më parë kur të lindi vajze veja emrin Rovene, domethënë Rovene është bërë për efektrime, jo Rovena. Tone, Rovene, sepse Toni ai ka emrin Toni dhe kur të lind një djalë vjen emrin Ton, se është Tone dhe tani Rovene shkon për rim, ajo vetëm për asnjë arsye tjetër. Pse jo Tatiana për shembull? Po sepse unë isha në këngë dhe djali quhet Toni, edhe shkonte si ishte lidhja. Venja emrin Tone, venja emrin Tone, domethënë merrte një seks më për efekt tingëllues në këngë.
Edhe tani me që ishim në duet, Toni, Rovena. Edhe është, unë desha të kujtoj me këtë rast disa nga fansat e mi që i kanë vënë emrin fëmijëve të tyre Rovena. Dhe në Prishtinë, një nga fansat e mia të vogla tani ajo është rritur se që në 2002 kur prindrit e saj kanë quajtur Rovena për shkakun tim. Tani ajo i ka mbushur, sa i bie, 12-13, sa i ka. Po. Më thënë edhe për një shkak që kur ti e do dikë ose sikur jemi frymëzuar ne nga personazhe të tjerë artiste apo artist, edhe pse jo, mos të vendoset një emër që nëse kanë qef, jo me imponim. Në këtë rast unë i thosha vetëm Tonit ti vendosja, jo askuj tjetër, mos të marrë dikush tjetër. Rovena, për sa i përket videoklipit, është përfolur se ne shqiptarët jemi njerëzit më kritik, antikonformist, kështu kur bëhet fjalë për punën e tjetrit. Gjejmë shumë, po themi, është videoklipi duke u luajtur. Gjejmë shumë po. Kam thënë që nuk është shumë e përshtatshme, po themi, veshja me videoklipin dhe me idenë e tekstit këngës e shumë e radhë. Unë dua të them të gjithëve, edhe e thash dhe në një intervistë tjetër. Arti është aq i madh dhe aq pa kufi saqë secili prej nesh një emocion artistik mund ta shprehë si të doj. Ta shpreh me këtë filxhanin, si ju këtu me Vodafone, për shumë përshëndes. Përshëndesim Vodafone. I veshur me këpucë, me këpucë larta unë. Jo, secili ka një koncept për gjërat se si duhet të dali publikisht. Dhe është pastaj nga ana e gjej rastin, kam një vërejtje, gjej rastin të falenderoj për shumë butikën Jaguar që e bëri mundur veshjet time. Hapa pa Rovena 6.000 euro. 5.000 euro po ta lëm ty reklam. Mos e ul, 5.000. Më trembët. Okej, me qëra. Nuk e falenderoj pra, edhe po të një emër. Falenderoj shumë për veshjen sot. U vesha trendi për ju djema, se më thanë, ata janë shumë djema trendi, shumë të mirë, shumë simpatik. Faleminderit. Edhe që ka shumë e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. Jo, më mirë. Mbarë qik nga rezatimi jonë. Zërin e ke shumë radiofonik, për shumë dhe shumë televiziv. Zërit është shumë i bukur. Me vërtet? Po bën në radio. Bën në kombinoheni mirë. Bën në radio. Vërtet? Yeah! Edhe palestër keni filluar bëni, apo? Po, unë bëj... Rudi bën palestë, unë bëj vrap mrapç. Kape qik. Ky shplodhet ditën. Kapi atë qikti. Shplodhet, ma kap qik. Po, vla. Se kam largur. Mateo shplodhet ditën për të tjetur natën. Afro. Po, rimo mirë, rimo. Flasim për Rovenën, jo për ty. Okej, më mirë, si dush. Ishim te klipi, flasim për klipi. E kjo ishte ideja, do të thënë. Për shembull, ke qenë veshur me kanatere? Unë kam qenë, edhe kam qenë veshur me të brendshme. Me të brendshme, se gjitha to, pajdhaqet ishin vend. Qa ishin no? Pajdhaqet. Ky është kështu, tipi transgresiv. Okej. është i vogël. Jo, shumë i mirë. I mirë është, është i vogël. Jo, i mirë. Ka rase që rëshket. Më të gjithë rritën. Po, pra. Vjen dita. Që gjithë gojtë e liga që kanë thënë, ti e sqarove që jam me të brendshme një dhe po do të vi prapa i momenti. Po. Kam të brendshme normale skenike, sepse dikush do ta pret se kam thënë një intervistë tjetër, unë s'kam parashuta të veshura, se për të veshur një veshje që ja, në këtë veshje këtu nuk do mundesha të vishja kilota të gjata, sepse nuk do të shkon. Edhe këtu jam me të mbathura, të brendshme, si i quajmë ne. Po. Edhe kaq, domethënë duken janë më sigurisht ato janë më artistike, janë të punuara me rripa për shembull dhe jo komplet si me zinxhira biçiklete. Ja si ato aty. Jo. Po ti pse interesohesh kaq shumë? Po kot më po pyet. Jo, ai është goja e publikut, është goja e publikut. Ti e shkruan skenarin për të lexuar pyetjen tënde. Ke po ta kam dhënë pikërisht ty. Se kështu e bëni ju. Shive prit. Mateo kur preket, po themi, kur i preket homoseksualiteti domethënë. Nuk ka. Njerëzit janë të lirë të jenë, të ndjejnë si të duan. Po mirë, pse duhet veshur në brendshme për shembull kur bezdisin aq shumë dhe veshja është e tillë. Pse këngëtar jo kanë veshur? Jo, ishte punuar veshja nga Dona Matoshi që ka bë veshjen, ne ka punuar ashtu. Mos më kanë bezdisur pse s'e mankuar. Ndoshta ju që kush bezdiset mos ti vesh. Jo, Rudi se ka bezdi, nuk e ka bezdi, mos e vrit mendjen, i vesh, e ka ditën me 7. Vërtet? Po, më pëlqen ndjesia. Shiko, tani është ngroja globale, është shumë nxehtë. Edhe besoj që do vi një ditë që njerëzit do vishën si lëkurkush, më duket.
Dalë vetëm në i pend për para dhe... Po, atëherë jemi pro ngrohjes globale. Pa. Po pra, kush do rritë e kurosi gjethet pastaj? Jo, do jenë kështu. Merë gjethe figu që lanë 20 gradë më ato. Vazhdoj me një këngë. Vazhdoj me një këngë dhe rikëtemi pas pak. Flasim pak për një shoqen time, Rovena. Mirja bëre sepse meritonte. Unë fat nuk kam shoqe, nuk kam Aulon. Do me tregu që një fat. Dhe edhe ti mund të njohësh në të ardhmen kur të rritesh. Po. Sa xhelos që është. Kam problem këtu kur intervistojnë person duhet të intervistojnë amator. Flasim pak për Aulonën dhe Fatma. Po. Çfarë ndodhi me ju? Çfarë kish në dorë? Ka marrë pozicion pajtimi. Çfarë ndodhi? Po zonja Eni. Duket si ata që pajtojnë gjaçet, ke parasysh që shkojnë tani. Pse u prishë tani? Unë nuk jam prishë, s'kam qenë ndrejshur një herë, po shiko, kuptohet gjithçka në showbiz, dikush do të flasi për dikë, do të flas nga ana e medias, do të flasi për artin, për gjitha që realitetet e ndryshme. Po problemi ku ka qëndruar me, për shembull, në rastin konkret, edhe kam thënë dhe herë të tjera, edhe tashmë unë u toroqa dhe nga gjyqi e dim të gjithë. Po pse? Unë u toroqa nga gjyqi sepse pari më duhet të rria këtu në Shqipëri, të vija shumë shpesh për sa i përket çështjeve, do të thënë duhet të rria këtu. Nuk isha akoma nika në Amerikë, në Australi, kisha punët e mia dhe vazhdoja projektet e mia për të ardhmen dhe më duket se u bën një gjyq publik edhe pas atij gjyqi vendosa u bën një gjyq publik e Çani. Dhe Maj mend. Të gjithë. Të nesërmen mirë. Nuk më pëlqen të konfrontohem ndoshta edhe unë paksa në momentet caktuara nervoziteti apo surprize, sepse unë isha vërtet shumë e surprizuar në atë emision. Nuk e kam ditur se çfarë ndodhi dhe kur ti shikon disa njerëz që të sulmojnë, është më duket në instinktin ton vetë mbrojtës, kur i shikon që të sulmojnë me disa shprehje që nuk janë për shembull, janë të përshtatshme për t'ju drejtuar një njeri, unë jam shumë e drejtë dhe jam shumë reale. Por mënyra si secili nga ne ka drejt mendoj si të doj, të kritikoj si të doj, por ku kritikon dhe ku mendon, sepse dhe me lirit abuzohet, sot abuzohet shumë. Kemi rrjetet sociale për shembull, ka njerëz që kanë fare profesionist për një temë, nuk kanë marrë as instruksionet apo studimin e më të vogël për një fushë të caktuar, për shembull, dhe flasin si kompetent, sikur janë shumë të ditur të gjithë. Si nga ana, sidomos për ne që jemi, me që ne tani jemi në publik, gjithkush duhet të na sulmojë në një mënyrë që as nuk e di. A nuk e ke që famës kjo? Është nga ato. Po shikoj. Jashtë ka një kritik profesioniste, pari. Pastaj ka dhe njerëz të Ka tjerë. një kritik profesioniste. Nuk është ndërtuar akoma. Nuk kemi akoma kritik, ne nuk kemi akoma kritik për sa i përket për shembull muzikës. Ne kemi njerëz që për shembull studiojnë për psikologji, në rastin e vajzës, në rastin nuk kam unë asnjë gjë me ato, po ajo ka studiuar për psikologji. Spari nuk e di çfarë është muzika. Nuk mund të flasin nga ana profesioniste për muzikën. Nga ana teknike flas. Muzika është shumë e gjerë. Dhe shihet personale, kur flasim në publik, një gazetar duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Nuk mund të flasim me shihet e tij personale. Ose edhe kur të japi një opinion të publikut, duhet të japi të gjitha anët, duhet të japi të gjitha medaljet, të gjitha kritikat që vinë nga, jo vetëm të niset shumë nga një, sa e shëmtuar kjo, që thot dikush edhe tani të filloj me këto shprehje. Showbizin ndodh, po janë më të kujdesshëm, më besoj Rovenën janë më të kujdesshëm, janë edhe jashtë dhe nuk mundet dot publikisht të shash një person se tu tek një person publik që ka një karrierë me vite të tëra në sken, dalësh dhe se tu tek, domethënë të flasësh në televizion tani, lirit duhet jemi të lirshëm. Jo, të mbyllur. I ke falur gocat? Unë kam mësuar dhe një gjë që ato kanë qenë shumë të përdorura, domethënë atë kohë, për të bërë një emision që duhet ishte me ato nota, dhe nuk i kam mësuar njëri, si tregova, ato nuk kanë bërë një gazetari, ose nuk kanë studiuar diku për të qenë... Aulona është gazetare. Mirë, Aulona është gazetare, po janë përdorur keq. Dhe të ne kanë qenë vitet e para të showbizit. Tani sikur kanë filluar flasin prapë për këngën e re. Ke dëgjuar? Jo, fare. Ti të bezdisin koment negative për klipin, për shembull, ose ti si reagon për to? Më bezdisin fare, më kuptoj Rovenën, po
kur të flasësh publikisht për diçka, kur të më flasësh përballë, duhet më argumentosh gjithçka që mendon. Ose nëse thua ky është mendimi im personal, mund të flasësh për mendimin e gjithë publikut, sepse atëherë po shkel të drejta. Domethënë ne po flasim për të drejtën, të jemi të vërtetë. Atëherë me qenë i vërtet, ose fol, Rovena ti mua nuk më pëlqen, ke të drejtë, po jo të përdorësh terma, ose muzika jote që bën nuk më pëlqen, ose kjo këngë nuk më pëlqen, ose kjo këngë më tingëllon kështu, po prap nuk ke të drejtë të flasësh në emër si gazetare dhe në publik. Gazetarët më profesionistë që janë jashtë, mundet absolutisht të marrin disa se ka dhe mendimet e pozitive, po pse s'po flitem mendimet pozitive? E zëm për sa i përket performancës. Ato që i ke tani. Jo, duam përmirësojmë ku ke. Shikëshyr njerëz që kanë dalë njerëz që da përmirësojnë, po ne mundohemi të gjithë. Si nga ana, ne si ju. Domethënë si media, si arti, është gjithnjë në kërkim të përmirësimit të vlerave. Vlerave që ne transmetojmë. Po ne punojmë për publikun. Edhe një vlerë që jeton me kohë të gjatë është ajo vlerë që është më e vërteta. Dhe unë mendoj këtë gjë. Nëse ka njerëz që akoma, për shembull, e dëgjojnë Rovenën, që akoma i vinë në koncerte Rovena është në rregull. Është shumë në rregull. Do të thënë, në rregull nuk janë ata njerëz që rinë dhe merren pse? Pse po vjen në koncert atëherë mirë? Nuk po shkon ti, po vinë shumica e fansave në koncert apo në tjera vende. Çfarë bën Rovenën që ti vinë njerëz? Këngët e mia, muzika që është shumë e vërtet për ata. Do të thënë, unë jam gjithnjë për këtë, se thot për shembull pse folur. Te ne muzika e lehtë pësoi ndryshime të mëdha pas festivaleve për shembull. Nuk ishin këngë të tilla që këndoheshin në festivale, nuk u munduan ose të kopjonin perëndimin ose të kopjonin disa rryma edhe vetë kompozitorët tanë nuk ishin shumë të qartë se çfarë ku ta anonin, domethënë ato vite, të bënin muzikë shqiptare apo të bënin muzikë moderuar, ritmet ishin duke domethënë aparaturat ishin duke u modernizuar, gjithçka ishte duke ndryshuar. E kjo ishte ajo që si të them, e pengoi pak muzikën e lehtë shqiptare. Sepse muzika popullore ishte popullore, e pa prishur, sepse ishte ajo që na vinte si nga jugu, nga veri, unë i lëvroj të gjitha rrymat dhe filluan domethënë nga dëshira dhe kërkesa e njerëzve. Sepse ne jetojmë në një vend dhe unë duhet të bëj muzikë për njerëzit e mi. Se nëse jam në Amerikë, unë do bëj country, ose domethënë që është muzika popullore atje, apo hip hop, apo që është një muzikë apo kuptoj. E sot për shembull është shumë në mod hip hopi kombinuar me muzikën moderne popullore. Domethënë i quajmë me ritme moderne, po janë bërë shumë bashkëpunime. Janë bërë bashkëpunime shumë si në Kosovë, si në Shqipëri dhe janë shumë në mod. Me qenë se përmende Kosovën, ti kohët e fundit jeton Kosova, po jo? Pse kjo zgjedhje për çështje pune? Jo, tregu Kosovës është mirë. Po tregjet janë mirë në të dy anët. Domethënë ka këngë mirë, kisha fjalën për të gjithë kolegët, tregun përgjithësi, jo për mua. Jam pak më këngëtare e vjetër në kuptimin që kam disa vite në skenë dhe jam nga të parat që kam lëvruar me tregun. Për shembull, vitin 2002, ja e mbaroj. Ka shumë këngëtarë, po pak kanë arritur të mbijetojnë në treg. Tuna për shembull, Tuna ka filluar Adrian Gaxha, jemi qenë vitin 2002, madje kur nxora unë këngën Djalët më bën magji. Kemi bërë një turne të tre në përgjigje. Kush ishte ai djali atëre? Ishte për magji. Ai nuk e mbaj mend fare. Më ishte autori tekstit fituar më 3 vite. Shumë vite pra shë. Para 6 muaj. Arkaike. Se kam pak, u bëja 2 ditë. Kjo ishte. Do të thënë ka shumë këngëtarë që e filluan që ato vite të bënin albume, të mbjetonin tregut, sepse erdhëm nga festivalet, për shembull isha unë, ishin këtu shumë këngëtarë, si Ervin Bushati, Erion Korini, ose Çilieta ka nisur. Këngëtar, po edhe Çilieta. Bleona? Edhe Bleona ka nisur me ne, madje kemi qenë koncert pranvere 96-ën. Ke ndonjë histori me ndonjë nga këto këngëtarë? Jo, jemi moshatare. Jo. Jo, pra jo. Çfarë? Jo, nuk keni një mos. Jo, si jeni një mos. Për këmë me Ervinin, se kuptohet. Jo Ervinin, e pa të letesh. Me Bleon. Kemi qenë shkollë me Bleonën. Jo, kemi qenë shkollë në... Jo, mos është gjithë e pas edhe me Ardi Aslani. Edhe me Ardin, po. Jo, në shkollë të mesme, jo me Ardin. Shkollë të mesme, Bleona ka qenë në Elbasan për pedagogjike, unë kam qenë të gjuhë të huaja. Po duhet thoshe që është në Elbasan tani? Në Elbasan e kam bërë shkollën e mesme, unë tani kjo është e vërtet. Shi Ardi tha ekonomik.
Se ca bëra gabimin. Gënjen nga ju Po dy. përse kush po gënjë? Shiko tani. Ua! Wikipedia, që ne i Kush besojmë, është ne i Wikipedia? besojmë Wikipedias, Po? sepse njerëzit Sa flasin me ditë ke fakte. Wikipedia? 29 pra. Aq, pra Ti je fiks të 29. shikot. Unë mund të jem dhe 34, po Leona është 29 Kjo vjeç. nuk të gënjen, lutem. 40. Shika, Wikipedia ndoshta gënjen, nuk ka mundësi. Po nëjse, punë e Wikipedia. Shi punë Ndoshta i Wikipedia. ka harruar vitet. Leona po feston 7 vjetorin e 29 vjetorit. Bravo! Sa mirë ti mos ka zbuluar në që ule vitet. Është viti 7 që po feston. Sa mirë. A ke ndonjë histori kështu në për koncerte? Në një histori Shumë funny histori. që të ka ndodhur? Shumë histori. Je rëzuar ndonjëherë s'ken? Nuk jam rëzuar asnjëherë deri sot Shqyr. dhe o zot. Bravo dhe Se kështu që takat gjithje. janë, shiko për shumë gjithë një. A ke probleme këto takat? Jo, madje e di ç'a bëj, i mbaj kështu, i hipja aty lart, ç'a s'bëj. E kam shumë forta. Me thënë, një ekuilibri është si, ndoshta prej natyrës, edhe mund të qëndroj, kam hipur në disa skena, shumë ka qenë ndonjë tipi e box muzike, ç'a i themi ne? Po, box. Hipi sipër, këndoj edhe qëndroj aty. Mirë, ku ti ke ngjarë kështu si fizik, mamit apo babit? Besoj që kam marrë nga të dyja palët, domethënë, nga rrënjët e degëzimet, gjëra të forta, po më thonë që ngjaj gjyshit se nga ana e mamit se ai ka qenë shumë edhe kështu i holl, fizikisht i fortë. Kopje gjyshi. Më thonë, Po si karakter? kam atë. Kam atë energjinë e mamit Vlora, kështu që vjen jugore, kështu e fortë. Sa bëre? Para se të falenderoj, mund na thuash projektet tua më të afërta? Po unë do të përgatis një video tjetër shumë shpejt, domethënë do të dali në korrik. Bashkëpunim apo vetëm? Jemi duke ekuilibruar tani Mund të gjithçka. jemi dhe në videoklip? Ne pranojmë ftesën. Unë do të jenë të gjithë meshkujt me bikini. Nuk e nxjerr një Po mirë mo tash kur të vjen e keq hapi derën. ju po përgatiteni me trupa, pse? Deri atëherë Po, po. edhe një muaj. Mirë do Po jo, jetë. nuk është problemi të përgatitemi me trupa, është përmendje. Por Ti je një, si president, thonë, bëjmë një fërkyqe. trup i shëndosh, mendje shëndosh. Po Besoj pra, që po kur është flakurisht me bikini domethënë. Gjak e dhion. kjo mirë do jetë. Se është verë, normalisht që ne do të jemi Jo, me unë me bikini. braziliane dal gjithmonë borxh. Ashtu Nuk është se dali do me ndryshoj palma, shumë. me palma, mund të kesh sa që të freskojnë. Edhe do të jetë besoj një klip veror edhe po përgatitemi me Kështu idenë tip me house këngën me folk Jo, hip-hop do të si është. jetë reggaeton që do jetë dhe verore, do të jetë besoj dhe janë këngët më verore që janë mod, domethënë reggaetoni është shumë i lezetshëm, shumë i kërcyshëm edhe Kuptojmë. shumë i dashur dhe unë s'kam pasur reggaeton prej viteve. Edhe besoj që do të jetë mirë. Kuptoj. Okej. Turojmë suksese, falenderojmë që të kishim këtu. Ka shpejt më do më përcjellni tani. Mërzita. Po do të rish akoma Po rri? të shiriti. Rrimu se vazhdojmë emisionin edhe rri. Mirë të pi dhe pak ujë. Pi ujë. Ne të falenderojmë që të kishim këtu. Ne falenderojmë Rovenën, e cila ishte shumë e dashur, shumë e këndshme. Normalisht si mund ishte ndryshe. Shumë e drejtë, prandaj dhe është bërë avokate. Nuk jam bërë avokate, vetëm studiova për avokaturë. Sepse të ne nuk janë avokatrit e drejtë dhe as gjykata dhe as gjë. Edhe për Rast Laila të pika. Tani e morët vesh. Okej, vazhdojmë me muzikë, rikthehemi pas pak. Ke drejt gëzohesh, ke drejt gëzohesh. Arrit me të bukura. Gëzohesh dhe të gëzohemi të gjithë bashkë Ore, me sot duhet Vodafone. Europa Ligore. O të lutem. Do më lësh? Le të gëzohemi me Vodafone se është më e rëndësishme. Pastaj gjojmë për Europa Ligën. Po, fali. Vodafone e dini gjithë, spotet vërdall që janë shumë të arritura dhe artistikisht. Shikoni për qefin tuaj edhe Vodafone.al edhe Vodafone.al që të merrni vesh të gjithë oferta dhe eventet. Mos e vejulo. Tani mund na thush për Europa. Po dhe Europa League nga Vodafone mbështetet fundjavë. Po, Qa, po. Sot luhet finalja Dnipro me Sevilla. Luhet sot finalja? Po, Ç'di ditë është sot mo? e mor kur mo. Ue, hiç mendja, po do vekemi lek ne sot o. Po ti tashi çfarëdo që të luhet, ti edhe kur luan mendsh nuk ka të lek, jo më të luar s'kedina. Kështu që lere këtu atë. ka Po qenë. si që i fokusuar ti, Jo, po i Belgjik them ndeshje do dyshi. kapim lek. Po iko pas të gjithë drejt, Inshallah. iko shijo futbollin olla. Unë nuk iki që këtu pa dëgjuar atë. Po do flasje. Më na keni nesër, javën e ardhshme, muajin e ardhshëm.